إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيكون خطبتنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم عن سورة الأنفال وقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej tij falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve, e sjelljeve tona, cilin do që Zoti i Madh e udhëzon dhe drejton, nuk ka kush ta humb dhe devijoj, dhe cili do që është i humbur dhe i devijuar nuk mund të udhëzohet dhe drejtohet vetëm se po desh i madh i Zot Allahu xhella xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të jetë Zot e të adurohet si Zot përveç Allahut, një i vetëm dhe i vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njeri dhe i dërguar i Zotit. Ai nuk zonte asnjë atribut hyjnor dhe as nuk e ka pretenduar atë asnjëherë në jetën e tij. Ai vazhdimisht thoshte, unë jam skllav dhe rob i Zotit, shërbëtor i tij, adhurues i tij. Ai ishte i dërguar i fundit në tokë, domethënë mbas tij më nuk ka profeci dhe profet. Mirësitë dhe bekimet, paqja dhe mëshira e Zotit qofën mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër dhe motra, është mirë të kujtojmë veten tonë vazhdimisht dhe her mas here, dhe këtë gjë pothuajse pejgamberi alayhis salam e bënte minimalisht një herë në javë, ku e kujtonte veten e tij dhe shokët e tij me fjalën e Zotit, ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, friksojeni Zotit ashtu siç duhet, me të vërtetë, siç i takon. Ne ju drujtemi friksu Zotit, jo llafologji, jo shtirje pas ekstrem, dhe se vdekja mos t'ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtet. Gjë që faktikisht i obligon besimtarit me qenë gjithmonë gati, se nuk dihet kur e ka shkruajtur Zoti, e si pasojë njeriu duhet të jetë gjithmonë i vëmendshëm dhe i kujdesshëm. Duke qenë se ne në hutbet tona kemi trajtuar suret e Kuranit njëra mbas tjetrës. Pra kemi marrë El Fatihan, kemi marrë El Bekaren, kemi marrë Ali Imranin, pastaj kemi ecur me suret El Nisa, El Maida, El An'am. Sot faktikisht do të futemi një sure e cila duket e vështirë për të trajtuar. Dhe duket sikur bie ndesh me atë frym që erdhi Islami. Një sure që dikush ka frikë të flasë për të, se i duket se mund të bjerë ndesh dhe mund dali keq. Një sure që faktikisht trajton një nga suazat e jetës dhe një nga aspektet e jetës, që faktikisht në këndvështrimin tonë si musliman, duke qenë se Islami është sistem i të jetuarit, pra jo thjesht falu ti ke xhamia dhe ke marrë punë, jo thjesht bëj Ramazan dhe kjo është puna jote, jo, Islamin ne e shohim si sistem që siguron lumturinë e njerëzit në këtë botë dhe në botën tjetër. Ne e shohim këtë trajtesë dhe këtë sure
se një kapitull të rëndësishëm që plotëson sistemin e jetës. Mirë po dikush që nuk i ka njohuritë e duhura, ose don të bëj sikur është ai zëdhënësi i paqes për botën dhe për përfaqësuar Islamin, i duket e vështirë kjo temë, ndërkohë që mua më duket shumë e kollajshme dhe e thjeshtë. Sura për cilën ne do të flasim inshallah taala është suratu Al-Anfal. Përkthehen në gjuhën shqipe rregullat mbi plaçkën e luftës, se si bëhet shpërndarja e tyre. Po si më vëlla, pse pas ka Islami luftë? Pse e njeh Islami luftën? Ndërkohë që ne dim shumë mirë që Islami është fe e paqes, e dashurisë, e mëshirës. Një fe që i fton njerëzit në Islam me arsye dhe me logjik dhe me bindje, edhe nëpërmjet presionit dhe dhunës. Sepse nëse dikush do ta pranonte Islamin me dhunë apo me presion, Zoti nuk ja pranon. Për këtë arsye tha Zoti, la ikrahe fi din, nuk ka imponim në pranimin e fesë. Pra njeriu e zgjedh ose nuk e zgjedh, e pranon ose nuk e pranon. Pastaj llogariti ka më kë me Zotin në botën tjetër. Po mirë, atëherë përse duhet përmendej ky kapitull në Kur'an, ose përse përmendet lufta në Kur'an, ose mbin mund ndonjëherë disa pyetje të më thonë o hoxhi nderuar, ne gjejmë në Kur'an fjalën e Zotit, vritini ku t'i gjeni. Dhe prejojeni qafat. Dhe unë ju them me qetësi, po mirë, Kur'ani ka 6612 apo 13 ajete. Thuaj 6000 ajete. Ju nuk gjetet nga Kur'ani, kështu i thash një herë njonit, i thash po mirë, thash ti e ke lexuar, si ka mundësi shkove pikërisht ke ky ajeti dhe te ky ajeti 2 ajete. Si ka mundësi që ti le 6600 ajete pa lexu dhe shkove pikërisht ke këto 2 ajetet? Thasha nuk e ke lexu sa faqe ka Kur'ani para këtij ajeti? Subhanallah. O vëllezër, thjesht për statistikë që ti mani mend. Mëshira e Allahut në Kur'an përmendet 268 herë. Emri i Allahut Ar-Rahman në Kur'an përmendet 57 herë. Emri i Allahut Ar-Rahim në Kur'an përmendet 114 herë. Mos flasim për Bismillahirrahmanirrahim në fillim të çdo sure, kjo është muhabet tjetër. Durimi, falja, qetësia, toleranca, hakmarrja në Kur'an të gjitha afërsisht përmenden 280 herë. Të më thënë, lihen gjithë të shifra anash, dhe shkon dikush thotë, po si e ka Kur'ani këtë? Dhe normalisht ne kemi thonë përgjigjen dhe kemi thonë, vlla, motër, ky ajet për cilin ti po flet ka zbrit në kohë lufte. Dhe është normale që në luftë çfarë thoshte Zoti? Është normale. Kur ka luftë, trajtimi është i tillë. Dhe kjo është normale. Dhe kjo nuk është as për të ndjerë keq, as për të ndjerë me turp, as për të ndjerë përkundrazi. Nuk do të ishte plotësuar kjo fe në kuptimin e saj sistem mjetese, nëse nuk do të trajtonte dhe ligjin e luftës. Nëse nuk do të kishte një kapitull se si duhet sillen muslimanët në luftë. E ke dëgjuar fjalën e pejgamberit që thotë mos prekni kisha dhe sinagoga? E ke dëgjuar fjalën e pejgamberit alayhis salam thotë që nëse gjeni njerëz nëpër faltore, mos i prekni? Mos vrisni pleq, mos vrisni plaka, mos vrisni fëmijë, mos vrisni gra, mos prisni pemët, mos digjni arat, mos vrisni kafshët. Ndërkohë që ne jemi sot në këtë kohë dhe po dëgjojmë luftra, çfarë nuk na dëgjojnë veshët. Gjëja e parë që ndodh në një luftë, vdekja e fëmijëve gjys për gjys.
Siç ndodh në Gaza. Gjys për gjys, numri i fëmijëve me popullsinë civile. Apo në vende të tjera, ku gjëja e parë që goditet janë shkollat, spitalet, xhamiet. Unë them, është mrekulli dhe bekim i madh që Islami ka sjell versionin e vet se si zhvillohet, kur zhvillohet, cilat janë rregullat dhe parimet, në mënyrë që njerëzit edhe mbas 15 shekujsh që Islami, pra flasim për Islamin e ardhur me Muhamedit alayhis salam, të kuptohet se sa në avantazh jemi në mënyrë se perceptohen gjërat në këtë fetë mrekullueshme. Kështu që nuk ka asgjë për të ndier keq. Përkundrazi, ndjehemi mirë dhe komod që në fen ton çdo gjë është parashikuar. Por rregulla bazë në Islam është qetësia, paqja. Madje edhe në momentet më të vështira, kur ka një moment qetësie në luftë, thot Zoti: "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah." Nëse nuhat se dëshirojnë të bëjnë paqe, jeti i pari që kërkon paqen. E mbështet ju Zotit. Nuk është Islami fe e gjakut, as e pushtimit, as e dhunës, dhe kjo nuk është fjala Ahmet Kalas, por kjo është fjala që kanë thënë studiues, shkencëtar, njerëz me peshë në historinë e njerëzimit, të gjithë ata që e kanë studiuar Islamin me paanësi. E kush e studion Islamin me ajete të zgjedhura që u ofrohen nga armiqtë e Islamit, ose nga kundërshtarët e Islamit, ose nga ata që duan ta nxjerrin keq Islamin, mëson si puna atij që thash unë më herët, që nuk sa kam filluar me lexu Kur'anin, tha, po kam has ke ky ajeti. Po mirë më tash, deri ke ky ajeti që është në fund Kur'anit, ose nga 3 çereku i Kur'anit, nuk i ke lexuar sa të tjerat e vllai tash? Si ka mundësi që ka përceve te ky ajet? Atëherë le të vim tek suratu Al-Anfal, sepse unë thash, përderisa është Kur'an, Kur'ani ka zbrit deri për të qenë koherencë dhe për të qenë sfidant deri në ditë Kiametit, apo jo? Atëherë le ta shohim çfarë thot suratu Al-Anfal. Ta shohim ajetin e parë. Gjoje. Yes'alunaka 'anil anfal, qul al-anfalu lillahi war-rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. O Muhammed, ty po të pyesin se si ndahet plaçka e luftës. Thua ju, i takon Allahut dhe të dërguarit të tij ta ndajnë këtë çështje. Po ju friksojeni Zotit. Rregulloni marrëdhëniet me njëri tjetrin. Pajtohuni me njëri tjetrin. Bindjuni Allahut, të dërguarit të tij, nëse jeni me të vërtet besimtarë. E ke dëgjuar atë shprehjen e kanë kjo pjesa e veriut, si thotë mos u merr mat punti. E ke dëgjuar? Mos u merr mat punti. I thot Zoti, mos u merrni mat punë ju. E di unë atë punë. E din pejgamberi alayhis salam. Ju o njerëz do të çini se keni një mision më të rëndësishëm mbi qafat tuaja. Mbi shpatullat tuaja. Cili është ai mision? Ti bindeni Zotit, pejgamberit, të shkoni mirë me njëri tjetrin, të pajtoheni me njëri tjetrin, të rregulloni raportet me njëri tjetrin. Kjo është detyra juaj. Merruni me atë që ju takon juve, mos hyni në punë të Zotit. Dhe më vonë, në një ajet, nga gjithë suratu Al-Anfal, sqarohet ky debat i madh që kishte ndodhur në rastin e Bedrit. Sepse kjo sura ka zbrit me rastin e luftës së Bedrit. Me një ajet u sqaroi puna. Por Zoti ju tërhoqë vëmendjen që s'duhet merrni me gjëra që nuk ju takojnë. Jo ju takon të friksoheni Zotit, ta ndjeni Zotin kudo që jeni, me njerëz pa njerëz, jashtë mrena, në ndjeshmëritë e mrenshme dhe në paraqitjen e jashtme, në xhami dhe jashtë xhamisë, në xhami dhe në pazar,
në xhami dhe në kontrata dhe në marrëveshje, në xhami dhe në marrëdhënie mes dy bashkëshortëve, në xhami dhe në punë. Rregulloni jetën me njëri tjetrin, pajtohuni me njëri tjetrin, se sa do të jetoni në këtë botë. Deri kur më do të ketë zemërime dhe mëri për gjëra koti, në fund fare po të analizosh gjëra koti, se unë i shkova po nuk më erdhi. Kupton ti çfarë halli apo jo? Po ne i shkuam aty në pa ato nuk na erdhën, kështu që nuk i shkojmë më. Po gjithçka, mbaroi gjithçka se nuk i kanë ardhur. Se ai më tha, se i kishte thonë dikujt, la ilaha illallah. Sa do të jetoni në këtë botë njerëz? A e kupton që s'ke për ta pa më? Do të vdesësh ose ti, ose kushëriri jot. Do të vdesësh ose ti, ose halla, apo tezi, apo xhaja, apo daja, do hiki njëri për jush nga kjo botë. E do të bëhesh shumë pishmon dhe do të thush çfarë budallaj pas më qenë. Po iku koha, nuk e kap më. A ja mora halalin, as ja mora halalin. Nuk e ku t'ja kërkojsh më. Merruni me këto gjona, thot Zoti, bindju në Allahu, dërguari i Tij, nëse jeni besimtar të mirë, nëse jeni besimtar të vërtet. Për këtë arsye po ta shohësh, subhanallahu, ajeti i fundit i kësaj sure fton në rregullimin e raporteve të gjakut sidomos. Dhe faktikisht Kurani kësaj pjese i ka kushtuar shumë rëndësi. Rregullimit të raporteve me në gjakut. Faljes, mos me i pa gjonat. Erdhi dikush tek pejgamberi alayhis salam dhe u anku për robët e vet të gjakut, për fisin, gjakun e vet. Tha pejgamberi i Zotit, tha, ka sprovu Allahu, tha, me robët e gjakut tim, me njerëzit e fisit tim. Ju shkoj e s'mvin. I nimoj e s'nimojnë. Flasin mirë për ta dhe flasin vetëm keq për mua. La ilaha illallah. Sikur më qenë shqiptar fisi këtij. Sikur më qenë nga Shqipnia. I tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, nëse është kështu si stuti, e ke fituar xhenetin. Nëse ti je në këtë lloj situacioni, ju shkon e s'dvin. Flet mirë, flasin keq. I lavdron e të shajnë. I nimon e s'nimon e ke fituar xhenetin. Elhamdulillah. Po çfarë trajton kjo surja e plaçkës së luftës, rregullat mbi ndarjen e plaçkës së luftës, le ta shohim, të futemi mrena. A kemi thonë që duhet jemi të guximshëm? Hajde ta shohim tani se çfarë trajton kjo sure. Merret me luftën e Bedrit. Lufta e parë që ka ndodhur në historinë e Islamit. Është një luftë vëllezër, ne do ta trajtojmë sepse është në këtë sure. E ke parasysh kur ndodh në gjop kështu pa dashje, kjo është luftë pa dashje. Kanë dalë për punë tjetër, kanë përfunduar në luftë. E Zoti trajton urtësinë e Tij, mrekullitë e Tij. Në këto gjona që nganjëherë në jetë nisemi për diçka, del diçka dhe del një rezultat që ndryshon jetën tonë krejtësisht. Na ka ndodhur shumë herë në jetë kështu. Kemi synim tjetër, del gjë tjetër, del përfundim tjetër dhe rregullohet jeta e kësaj bote dhe ahiretit inshallah taala. Në shumë gjona në jetë, plani i Zotit. Plani i Zotit, beson planin e Zotit, beson planin e Zotit. Ti je obliguar të bësh planet e tuaja, sebepet e tuaja të gjitha deri në fund. Po nëse nuk shkojnë, dije se ai lart ka parashikuar për ty diçka tjetër që është më e hajër dhe më e mira për ty. Edhe nëse ka kjo që ti kishe ndërmend të bëje faliment, edhe nëse ka stres, edhe nëse ka smundje, edhe nëse ka vdekje, plani aty lart është më i mirë për ty, më i hajrit. Thjesht duhet të bësh durim, ta marrësh me qetësi dhe do të zbulosh thesaret e do të thush, ej Zoti i madh, ej o Allah të qofshim fal. E pyete një burr të moshëm, i tha, si i ke punët? Tha, pasha Zotin, tha, më mirë
se sa ti kisha kërkuar në Zotit, sikur të kishe thonë Zoti thot, në moshën për shembull 20 vjeçare, kërko si do të jetë jeta jote, pasha Allahun tha, nuk do të isha lut Zotit se s'disha çfarë më kërku. Mirë po Zoti i madh Allahu i ka bërë punët në atë formë që jam jo i kënaq për Allahut, po i super kënaq për Allahut e nuk di si ta falenderoj Allahun që mi ka bërë punët pa ja kërkuar kështu siç mi ka bërë. Edhe jeta jonë kështu është faktikisht e gjithëve. Dikujt në një formë tjetër, sekretet e urtësisë Zotit dhe planit Zotit zbulohen dita ditës. Trajton kjo sure një pikë shumë interesante që është ora kush është besimtari i vërtet? Ai që rref gjoksin fort? Ai që bërtet fort? Ai që qamet modhe? Apo kush është besimtari i vërtet? Këtë përgjigje e gjejmë në surën Al-Anfal. Kjo sure trajton kush është robi më i keq në botë. Dhe kujt ja jep Zoti udhëzimin dhe kujt nuk e jep. Se dikush thotë valla, po mirë ty të ka udhëzuar Zoti, mos më ka udhëzuar, çfarë faj kam unë? E jep përgjigjen kush? Cila? Suratu Al-Anfal. Suratu Al-Anfal i kushton rëndësi dhe një fakt i të rëndësishëm që është këshillimi dhe urdhërimi për të mirë, këshillimi dhe ndalimi nga e keqja. Që në disa libra të Islamit thuhet është shtylla e 6 e Islamit. Aq e rëndësishme është kjo tematikë. Sekretet e fitores, 5 pikat që nëse i kanë muslimanët, i zbatojnë, do të jenë gjithmonë në pararoj, do të jenë gjithmonë ngatënimtar. Urtësitë e Zotit në sprovim, trajton suratu Al-Anfal. Urtësitë e Zotit, pse i sjell Zoti sprovat? Jepet një përgjigje shumë e bukur në surën Al-Anfal. Dhe e fundit fare që unë e përmena pak më herët, rëndësia e gjakut dhe e lidhjeve të gjakut dhe me këtë mbyllet suratu Al-Anfal. Prandaj ndjehuni mirë me këtë mirësi që na ka fal Allahu. Ndjehuni mirë. Islami ka disa sinonime interesante dhe ndër sinonimet e Islamit është paqja. Allahu thot në Kur'an, ja ejuhalladhina, pa e them arabisht se du të bëj lidhjen, ja ejuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, o la tattabi'u khutuwati shejtan, innahu lakum aduwwun mubin. O ju që keni besuar, futuni silm, gjë e fiksoj fjalën silm. Futuni në silm, duke e pranuar atë siç është Islamin, pra futuni në Islam duke e pranuar Islamin siç është. Nuk mund bësh ti në Islam zgjedhje. Kjo s'm përshtatet me thon drejtën. Po jemi në kohë tjetër sot o vllai, ke parasysh bota ka ecë përpara. Kështu s'ka në Islam. O do ta pranosh paketën plot, po fillove me heq flet nga paketa, ke dal. A e zbaton të gjithën apo nuk e zbaton do të gjithën, në kjo është temë tjetër. Sepse dikush mund të jetë besimtar, po nuk i bën dot të gjithë urdhnesat. Dikush mund të jetë besimtar, po bën gjunove, s'ka lidhje kjo temë fare. Ne po themi ti nuk mund luajsh me paketën. O ju që keni besuar, pranojeni Islamin të plot ashtu si që është dhe mos ndiqni hapat e djallit shejtanit, se ai është armiku juaj i vërtet. Fjala përdorur për Islamin, cila ishte në arabisht silm. Apo jo? Gjoja jetin tjetër. Thot Zoti, o in janahu lis-silm, silm, e njëjta fjalë. Silm për Islamin dhe silm për këtë që do të them tani. O in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah. Nëse ata kërkojnë paqe ose nuhat tek ata dëshirën për të bërë paqe, jeti i pari që e kërkon paqen e mbështet ju Zotit. E njëjta fjalë, i njëjti term, e njëjta gjë përdor për paqen dhe për çfarë dhe për Islamin, sepse Islami ndër misionet e veta që ka është ftesa e njeriu në paqe. Hoxhi nderuar tha, ti ndoshta shumë herë në përligjërat apo në tematika ke thonë që nuk është përkthim që thuhet Islami është paqe. Faktikisht
kemi dy gjëra të ndryshme. Për kufizimin e islamit si term, ç'do thot islam, kuptimin etimologjik dhe në kuptimin terminologjik. Në kuptimin etimologjik është paqe dhe qetësi. Pra kjo fe synon që ty të paqtoj i herë me veten tate. Ka njerëz që zihen me veten e tyre vëlla. Po çfarë ke I them në njërin? O vëlla thot min menime. Po çfarë ke vëlla? Pse zihesh me veten tate më burrë theu? Rrirë I qet. Jo po se çfarë do të bëhet në ankthi sikur do të vdesë, po çfarë do të bëhet kalabet kush? Or vllaim, a e beson ti që Zoti thot në Kur'an nuk ndodh gjë pa lejen e tij? A e beson Kur'anin? Po, maro historia. Kjo frika jote dhe ankthi jot të shpëton dot prej asaj që mund të jetë shkruajt me nov? Jo. Maro historia, dorëzohu. S'ka hapësirë, nuk ka vend. Pra në radhë parë të shton që ti jesh në paqe me veten tate. Ti thush, unë jam në sistem të Zotit dhe s'dal dot nga sistemi. As nuk e përshpejtoj, as nuk e ndaloj, po unë duhet veproj, kaq. Të fton në paqe në raport me familjen, me gruan, me kalamojt, me nonën, me babën, me komshiun, me njerëzit e lagjes, me njerëzit e punës. Të fton në paqe me Zotin tat. S'mund të shpallësh luftë Zotit. S'mund të bësh garipin me Zotin. Nuk mund të bësh gangsterin me Zotin. Nuk mund të thosh Zotit e di unë. Nuk mund të thosh Zotit ka ndryshuar koha o Zot. Nuk mund të thosh Zotit nuk është koha si atëherë. O dorëzohu, e robrohu, e bëj paqe me të, se s'ja del. Ky është Islami në këtë kuptim. Ndërsa si term ka kuptim shumë më të plot. Cili është kuptimi I fjalës Islam, feja islame? Ç'do të thotë feja islame? Shkurt. El istislamu lillahi bit tauhid. Ti dorëzohesh Zotit Allahut duke e njësuar me tauhid. Wal inqiyadu lahu bit ta'a. Ti nënshtrohesh duke ju bind. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. E të distancohesh nga idhujtaria dhe idhujtarët. S'ka nevojë me bë përzierje. Nuk ka nevojë me pas një kult për të gjitha fetë mrena. Po bëjmë sallë ne e të gjitha fetë mrena, jo zotni. Islami është në vete, nuk ka emrus të përbashkët, është në vete. Distancim. Të jetuarit në paqe dhe në qetësia më I distancuar. Gjithë se cilin fenë e vetë, gjithë se cilin besimin e vetë, mund të jemi gjak me besimet ndryshme, mund të jemi komshi me besimet ndryshme, e të tjera, por kjo nuk do të thotë që ti përzim gjonat. Adhurimi dhe feja është veç e da. Rini gjuat shprehen veç e da, veç e da. Gjithë se cilin vete, gjithë se cili I veçuar. Harmonia, qetësia, dashnia me njëri tjetër, kjo është muhabet tjetër, sepse jemi të obliguar se ne këta jemi. I grusht njerëz jemi në Ballkan. S'ka vend dhe hapësirë për pas mes nesh përçarje apo urrëtie apo gjëra të tjera. Ama për kufizimi I Islamit ky është. Ti dorëzohesh duke e njoftuar, ti nënshtrohesh duke ju bindur e të distancohesh nga çdo gjë tjetër të rish këtu në Islam ashtu siç duhet. E nëse njeriu ecën kështu në jetën e tij, është I kompletuar dhe I rregulluar. Kështu që më të vërtet, nuk mund të thosh ti që për kufizimi terminologjik I Islamit është paqë, por të lejohet që të thuash kuptimi etimologjik I Islamit është paqë ose dorëzim. Paqe ose dorëzim. Pra, dorëzim në raport me Zotin, paqe me çdo gjë tjetër. Lut Zotin e Madh të na mbajë në këtë fe dhe në këtë besim sa të jemi gjallë.
Allahu t'i lutem që deri në momentin e fundit të jemi musliman të mirë dhe besimtar të vërtet, se mas asaj pastaj na ka Zoti në dorë, e kush është mik i Zotit dhe i dashur i tij, padyshim që Zoti nuk do ta lejë, e nuk do ta harrojë, e nuk do t'ja bëj vetëm se mbar, edhe mirë qofshim ne për këtyre njerëzve. Amin.